Natën e parë kaluan në mjetet e tyre të punës, aty ku shoferët dhe transportuesit pritet t'i kalojnë edhe 5 ose 6 net të tjera për të shprehur revoltën e tyre kundër vendimit të BE-s për kufizim të qëndrimit të transportuesve në zonën Schengen, lajmërimin dhe çlajmërimin përmes sistemit EES. Selajdin Ajdini thotë se nëse hasin në vesh çeshordër, pasojat do të jenë të rënda për kompanitë të transportit, shumë prej të cilave do të detyrohen të mbyllen. Ai paralajmëron se si rrjedhoi rrezikohen mijëra vende pune. Pastaj ne do humbim shumë nga transportuesit tonë dhe shoferat tonë. Afër 2-3.000 punëtori kemi, shka do të bojnë, shumicën do të jetë pa punë, pa angazhim profesional. Në qoftë se vazhdon kështu, do të mbyllen shumë firma transportuese, nuk do të ekzistojnë. Ndërkohë, transportuesit theksojnë se kufizimi prej 90 ditësh qëndrim në vendet e Bashkimit Evropian është i pamjaftueshëm pasi një udhtim nga Maqedonia, Shqipëria ose Turqia drejt vendeve të Bashkimit Evropian zgjat së paku 7 deri në 10 ditë. Po një ngarkesë që merret për shembull ndosh nga Shqipëria, ndosh nga Maqedonia ose nga Turqia, në Bashkimin Evropian minimum i bën deri 10 ditë. Domethënë në ato ditë i përdorim për një kohë shumë të shkurtë. Edhe atëherë duhet për shembull shumë kohë na bjen që na do të prisim që ajo të renovohet, edhe na kushton shumë neve si transportues qëllimet e tona nëse në mrimas. Minimum pi 7 ditë, 10 ditë shkon. Rrugtimi që është një ashtu se me këto kolonat që ka presin në për hyrjen edhe daljen nga Bashkimi Evropian është shumë pak më shumë me këtë. Gjithmonë bën problem ajo lajmërimi dhe çlajmërimi, priten kolonat gjata. Përndryshe, bllokimi i pikave kufitare me kamion të trafikut të mallrave që nisi të hënën ka vazhduar edhe sot si pjesë e protestës së përbashkët të transportuesve të vendit tonë dhe të Ballkanit Perëndimor, të cilët kërkojnë zgjidhje të problemeve të shkaktuara nga të dhënat elektronike të qëndrimit në zonën Schengen, në përputhje me rregullin 90-180 ditë nga prilli i këtij viti, por krahas bllokimit të trafikut të mallrave në pikat kufitare për në zonën Schengen, i cili sipas paralajmërimeve do të zgjasë 7 ditë, trafiku për qytetarët funksionon pa ndërprerje.